Myftënia Shkodër organizoi aktivitetin festiv të festojmë së bashku Kurban Bajramin, duke rikthyer traditën e festimit të Bajramit me fëmijët. Në oborrin e xhamisë së Parrucës, dhjetra fëmijë u bën pjesë e atmosferës festive, ku nuk munguan ëmbëlsirat, surprizat dhe aktivitetet argëtuese të organizuara me rastin e Kurban Bajramit. Në mesazhin e tij, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamet Sytari u lut për paqe, begati dhe bekime për familjet shkodrane. Edhe ky diell që na shënrit na sjell edhe mirësinë e madhe të Kurban Bajramit, edhe patjetër që Kurban Bajrami i si vjeshëm është shumë më i dritshëm, edhe shumë më i bukur edhe plot bekime për të gjithë ne. Ne e menduam bashkërisht me stafin e Myftinisë që të rikthehemi traditës tonë të festimit të Bajrameve me fëmijët tanë. Edhe besoj se të gjithë me zi që pritni për me e fillu këtë program, edhe me marë prej dhuratave, edhe amëlsinave, edhe vizatimeve, por jo vetëm, që stafi ka përgatit për ju. Unë ju uroj me zemër që Zoti fuqiplot me ju beku ju dhe familjet tuja, edhe është shenë i madh për Shkodrën, kur i shohim fëmijët tonë me fytyra të qeshuna, edhe i shohim fëmijët tonë të gëzuar, edhe i lutem Allahut Azza wa Jall që t'i ruajnë këto fëmijë, t'i begatojnë këto fëmijë dhe prindët e tyre t'i kenë në bebe të synit e të gëzohen në këtë botë e në jetën e përtejme. Aktiviteti festiv u zhvillua një atmosferë të ngrohtë festive, duke sjellë sërish në vëmendje traditën e kremtimit të Bajramit së bashku me fëmijët.